betonimi i tyre në qëndrime ekstreme e pamundson një konstituim të institucioneve. Votuesi kosovar ka vendosur kështu, ai nuk ka dashur që një parti e vetme të qeverisë, përkundër asaj që lëvizja vendosje e ka votuar në një numër shumë të madh. Lëvizja vendosje ka më shumë deputet se sa partia e dytë dhe e tretë bashkë. Prandaj përgjegjësia është më e madhe e partisë fituese, sadoqë sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, çështja është e qartë, pozita e kryetarit të parlamentit i takon ekskluzivisht grupit më të madh parlamentar, që në këtë rast është grupi i lëvizjes vendosje. Ata, zotri Muja, e kanë bërë propozimin e tyre. Pra është deputetja Albulena Haxhiu, e cila po propozohet për qenë kryeparlamentare, derisa po ky propozim po has në një kundërshtim shumë të madh nga partitë e tjera. Jam i sigurt që zonja Albulena Haxhiu mundet me të qenë një kryetare e mirë e Kuvendit të Kosovës. Ajo është gjatë në politikë, ka përvojë gjatë në politikë, është njëra prej themeluesve të lëvizjes vendosje, ka qenë edhe ministër. Por se në anën tjetër, Albulena Haxhiu nuk është personi ma unifikues në këtë rast, dhe mendoj që partia fituese në këtë rast, lëvizja vendosje, për arsye se nuk i ka numrat e mjaftueshëm, do duhej që të ketë kujdes gjatë përzgjedhjes së personit. Një person i tillë do duhej me qenë unifikues, dhe mendoj që në këtë rast të dy bloqet do duhej që të lëvizin nga pozitat e tyre ekstreme drejt qendrës, në mënyrë që të arrihet konsolidimi i organeve vitale të Kosovës, mos funksionimi i cilave mund të ketë pasojë të mëdha për Kosovën. Zotri Muja, ju thatë që Albulena Haxhiu nuk është unifikuese. Pse ky mendim, sa i përket të figurës Haxhiu, e cila nuk është se ka qenë ndonjëherë kryeparlamentare, për ta ditur se si do ta udhëheqte këtë pozitë? Unë folja me gjuhën e përfaqësuesve të opozitës, të cilët janë ankuar që lëvizja vendosje ka përzgjedhë një person i cili nuk është shumë unifikues. Ata duket që gjuha e saj e përdorur gjatë në opozitë, duket që i pengon anëtarët e partive opozitare, megjithëse kjo mundet me qenë edhe vetëm një manovër e tyre, sepse jam i sigurt që sikurse pjesëtarët apo partitë e opozitës të kishin numrat e mjaftueshëm për zgjedhjen e qeverisë pastaj, që është avulina tjetër, e cila është edhe më e rëndësishme dhe e cila ka fate strikte, ata do ta votojnë edhe Albulena Haxhiu, po meqenëse nuk i kanë numrat, ata e kanë një arsye të mjaftueshëm, sepse ekziston një percepcion i përgjithshëm që Albulena Haxhiu nuk është shumë person unifikues. Por sa është e drejtë, zotri Muja, që partitë e tjera që dolën pra e dyta, e treta dhe e katërta në zgjedhjet e nëntëshkurtit, të kërkojnë nga partia e cila doli e para në këto zgjedhje, ta tërheqë prapa propozimin e tyre për kryeparlamentar? Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është i qartë. E drejta për propozim të kryetarit të parlamentit, apo kryetares së parlamentit të Kosovës i takon grupit më të madh parlamentar. Megjithse, në anën tjetër është e qartë që mandati i deputetëve është i lirë. Deputetët nuk mundet askush me i detyruar që të votojnë për një propozim apo për një tjetër. Në një situatë të tillë, kur ty në mënyrë të takon të propozosh, dhe nuk e ke numrat e mjaftueshëm, atëherë mendoj që do duhej që nga dy taborët të ketë lëvizje në mënyrë që të të konstituohen institucionet vitale të Kosovës, dhe në situata të tilla mendoj që deputetët ish dashur, edhe partitë politike, por edhe deputetët ish dashur që interesat e ngushta partijake mos i vendosin para interesave të përgjithshme.
Zotri Muja, ju thatë që duhet të ketë lëvizje, i bie kjo që vetëvendosje ta propozoni